Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë 66 vite burg për të përfshirë në dosjen Metamorfoza 2 ish shefi i krimeve Dedan Gjoni dhe 5 të tjerë Ismail Zeneli, Bujar Ajeti, Adrian Cenaj, Besmir Murati dhe Albert Prenga janë shpallur fajtor për sigurim kushtesh në tentativë për të vrarë dy vëllezërit Edmond dhe Albert Nela, trafik droge, grup të strukturuar kriminal si dhe armbajtje pa leje. Më konkretisht, ish shefi i krimeve Dedan Gjoni është dënuar me 12 vite burg për vepra penale për sigurim kushtesh për vrasje. Grupi strukturuar kriminal, trafik narkotikësh dhe shpërdorim detyre. Nga gjykimi i shkurtuar ulet në 8 vite burg i sigurisë së lartë. Ismail Zeneli është dënuar me 15 vite burg për veprat penale sigurim kushtesh për vrasje, grup të strukturuar kriminal dhe trafik droge. Në aplikimin e gjykimit të shkurtuar, ai dënohet përfundimisht me 10 vite burg dhe do të qëndrojë në burg të sigurisë së lartë. Besmir Murati është dënuar me 12 vite burg për trafik droge dhe grup i strukturuar kriminal dhe i ulet në 8 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Albert Prenga dënohet gjithashtu me 12 vite i ulet në 8 vite. Bujar Ajeti ose ndryshe Gremizi është dënuar me 9 vite burg për veprën penale sigurim kushtesh për vrasje. Për krahje autorit të krimit, grupi strukturuar kriminal dhe armbajtje pa leje. Përfundimisht në aplikimin e gjykimit të shkurtuar, ai do të bëjë vetëm 6 vite burg në një burg të sigurisë së lartë. Adrian Cenaj Dedja dënohet me 6 vite, por me gjykim të shkurtuar i zbresin në 4 vite për akuzat e sigurimit të kushteve për grup dhe për vrasje të kryer në tentativë. Albert Prenga dënohet gjithashtu me 12 vite burg për trafik droge dhe grup të strukturuar kriminal, por i ulet në 8 vite. Të gjithë të dënuarit u shpallën fajtor për sigurimin e kushteve për vrasjen e vëllezërve Nela dhe trafikimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian. Vuajtja e dënimit filloi nga dita e arrestimit dhe do të kryhet në bugjet me siguri të lartë.